Një aksion i Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit është zhvilluar sot në kompleksin luksoz Secret Garden në fshatin Lundër të Tiranës. Inspektor të Bashkisë Tiranë dhe efektiv të Ministrisë së Brendshme bëritën në rezidencë për të verifikuar ndërtimin e vilave pa leje, të lidhura me ndërtuesin Shefki Karamuça. Ky i fundit, ish kryebashkiak i Vorës, është kthyer ndër vite në biznesmen të fuqishëm të ndërtimit, duke shfrytëzuar lidhje politike dhe duke ngritur komplekse në Tiranë e Sarandë. Në dhjetor 2024, Gjykata e Tiranës konfiskoi 7 vila luksoze në zonën e Mulletit, pasi prokuroria zbuloi se ishin ndërtuar pa leje. Hetimet treguan se porositësit, në bashkëpunim me arkitektët Armand Prelezi dhe Klevis Bregu, kishin përdorur një skem të bazuar në dokumente të reme për dëmtime nga tërmeti 2019 me qëllim marrjen e lejeve për rekonstruksion, ndërkohë që ndërtonin vila të reja. Për të fshehur paligjshmërinë, arkitektët projektonin vila identike me ato të Secret Garden, megjithse në zonë nuk kishte pasur më parë asnjë objekt. Prokuroria ka veçuar një dosje për hetimin e rolit të strukturave, por biznesmeni Karamuça duket se është lënë jashtë dyshimeve, pavarësisht ngjashmërive të dukshme të projekteve. Projektet origjinale të kompleksit ishin në posedim të shoqërisë së tij, çka ngre dyshime se ndërtuesit e paligjshëm mund të kenë përdorur pikërisht këto plane për të realizuar vilat pa leje dhe për t'i maskuar si pjesë të kompleksit ekzistues.